Konferenca Angazhimi komunitar i mësuesve në zonat e marginalizuara të komunitetit rom në Shqipëri mblodhi në Universitetin e Qerem Çabej pedagog, student dhe përfaqësues të institucioneve arsimore për të diskutuar mbi sfidat dhe rëndësinë e një arsimi më gjithëpërfshirës dhe më të ndjeshëm ndaj realiteteve sociale. Diskutimet u fokusuan te historiku i komunitetit rom, metodat e gjithëpërfshirjes në arsim si dhe studimet akademike mbi arsimimin e komunitetit rom në Gjirokastër. Konferenca solli gjithashtu në vëmendje dy studime të realizuara nga studentet e Universitetit e Qerem Çabej, Esmeralda Tangu e Sanie Koti, të fokusuara në problematika sociale të komunitetit rom në Gjirokastër, siç janë martesat e hershme dhe ndikimi i familjes në arsimimin e fëmijëve rom. Kemi zhvilluar një studim me temën ndikimi i familjes në arsimin e fëmijëve rom në komunitetin e qytetit Gjirokastër. Gjatë gjithë studimit tonë kemi punuar në lagjen Zinxhira të qytetit Gjirokastër, ku kemi punuar me pyetësor, ku kemi marrë në pyetje familje të ndryshme për ndikimin e arsimit tek fëmijët e tyre, se si ndikon ky arsim, sa është frydhense arsimi në zhvillimin e familjeve të tyre, por edhe të jetës shoqërore dhe sociale në familjet rome. Tema ku unë jam përqendruar janë faktorët dhe elementët që ndikojnë në martesat e hershme të komunitetit rom. Sigurisht që kjo ka pasojat e veta kur këto martesa janë të hershme dhe ne kemi njohur historikun e këtij komuniteti dhe arsyet pse ndodhin këto martesa të hershme, por gjithashtu edhe pasojat që jep kjo martesë e hershme në komunitetin rom mbi vajzat dhe djemtë e këtij komuniteti. Aktiviteti u organizua nga Universiteti e Qerem Çabej, njësia baze e edukimit dhe metodologjisë së mësimdhënies në bashkëpunim me organizatën Vish Këpucëtemia me drejtues ekzekutiv zotin Ram Hadroj në kuadër të projektit Trill. Doktore Loreta Mamani, pedagogja mentore e dy studentëve të Universitetit e Qerem Çabej, thotë se këto studime synojnë të sjellin evidencë konkrete mbi faktorët që ndikojnë në përjashtimin social dhe arsimor të këtij komuniteti. Projekti Trill është një iniciativë akademike dhe kërkimore që synon promovimin e studimeve mbi komunitetin rom në Shqipëri përmes bashkëpunimit ndërmjet universiteteve, pedagogëve dhe studentëve. Një ndër objektivat kryesore të tij është dhe ngritja e zyrës së kërkimeve mbi komunitetin rom në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, me bashkëpunimin e 5 universiteteve, përfshirë dhe Universitetin e Qerem Çabej Gjirokastër. Unë kam qenë pedagogja mentore e dy studenteve të Universitetit e Qerem Çabej Gjirokastër, ku kemi realizuar dy studime shkencore të fokusuara tek komuniteti rom në Bashkinë e Gjirokastrës, duke trajtuar dy problematika kryesore shumë të rëndësishme sociale, martesat e hershme dhe ndikimi i familjes në arsimimin e fëmijëve rom. Këto studime synuan të sjellin evidenca konkrete mbi faktorët që ndikojnë në përjashtimin social dhe arsimor të këtij komuniteti. Të dy studimet përçojnë një mesazh të rëndësishëm për mirësimin e jetës së komunitetit rom. Ky përmirësim kërkon ndërhyrje të integruara, kërkon mbështetje ekonomike, fuqizim të vajzave, edukim dhe politika gjithëpërfshirëse afatgjata. Si pedagoge dhe psikologe e vlerësoj shumë angazhimin e studentëve në trajtimin e këtyre temave me ndjeshmëri sociale dhe qasje shkencore, duke kontribuar në ndërgjegjësimin dhe adresimin e problematikave reale të komunitetit. Dy kanë qenë shtysat të cilat ne kemi kryer këto studime, mungesa e studimeve për komunitetin rom në Gjirokastër, si dhe rezultatet dhe rekomandimet e këtyre studimeve le t'ju vinë në ndihmë sadopak studiuesve kombëtar dhe ndërkombëtar. Në kuadër të këtij projekti u realizuan 10 studime shkencore nga studiues të rinj, të cilat janë botuar në librin Ndikimet shoqërore 5.